Faleminderit shumë. Nderuar Mani, Kurti ndodhet në Amerikë, çfarë mendoni? Do të ndryshojnë raportet Kosovë-SHBA? Çfarë do të thotë vizita e tij atje? Po unë mendoj që nuk janë prisha shumë sa po trumbetohet për këto marrëdhëniet me Amerikën. Ndoshta ju ka dhënë do i farvëretje pak a shumë, po Albini, nëse i kish prish marrëdhëniet me Amerikën, nuk kish mujtë me shku në Amerikë heq. Edhe po nëse i ka prish marrëdhëniet me Amerikën, ata armatim që po na vjen pe Amerikës nuk do të ne kishim dhënë heq. Sa mendon tashmë që kjo vizitë do të thotë shumë për vendin tonë, në përgjithësi kështu? Po kjo vizitë unë mendoj që do të thotë sepse ai po takohet me kongresmen, po takohet me njerëz fis bardh atje dhe ai ja shpjegon atje, ja tregon gjendjen Kosovës, si që ndron gjendja dhe çka duhet bërë matutje. Unë mendoj që gjitha këto veprime që i ka bërë në veri, mendoj që nuk i ka bërë krejtin kokë në vete. Po, ka qenë konsulta, po na si dimi ato marrëdhëniet e mshefta cilat ata bisedojnë edhe ka veprue, edhe një farë mënyre e kthej veriun që tokë, që thëshin tokë e kurkoj, ja kthej pronarit, e ka bo mirë atje shumë, edhe mendoj këta që po kundërshtarët e Albinit, që po flasin, edhe në për studio, jo veçtu ju, po edhe në për studio tjera, këta po mdo këtë ishin konë pajtu me adhon atë pjesë Sërbis, si që të i ke Lutfi Aziri, duhet me dhonë Sërbis diçka. Prandaj, nuk ka më tokë me dhonë Kosovës kurkush. Edhe nuk gudzon të merë askush që tokë Kosovës jepet si kur me konë tokë të babes. Mund të jepat vetë. Kush do që me ndonë ashtu? Prandaj, nuk ka më ashtu. Mirë, të falënderoj shumë dhe njerë për inkuadrim. Edhe unë u falenderoj juve për mundësinë që po na japni. Kënaqësi dhe për neve që kemi bashkë biseduar. Natën e mirë. E falenderojmë dhe zotri Manin dhe të gjithë juve shqiptar anë kënd botës që jeni bashkë me neve. Reklamoni këtu në DTV Media plus 33 44 90 20 20. Ofrojmë mundësinë më të mirë të reklamimit të biznesit tuaj. Telefonat dhe përfiton nga ofertat tona. Mirë mbrëma. Respekt për juve. Faleminderit, mirë se vjen zotri Sefer. Mirë kofshi. Bashkë me juve, çka mendoni për temën? Në që ose mund është mos më ndërprej vetë dhe i ta përfundoj shumë shkurt. Veç urdham. Janë dy rrugë që është në Amerikë, Albin Kurti. E para është në shku vetëm si turist as gjë tjetër. E dyta, në qoftë se e kanë thirrën me shku atje në Amerikë, kërkush nuk e ka thirrë për tjetër send përveç me i thonë formuar qeverin, jam moti në atë vend skimen. Veç që të dy rrugën për kur gjë. Që 7 muaj ditë, qeveria me i thonë është kryeministër, edhe me thonë është për popullin shqiptar, e që ato parti që janë kundër tij, ata janë shqiptar, edhe që ata popull që i ka votu ata, janë shqiptar. Edhe më dhonë, gjenja ekonomike është ra shumë. E në qëse thirrën vetëm me jadon këtë sharim. Se a o ka Albini për Amerike edhe mund me atërhjek vretën me thonë qëre. Ti, 2 vjetë pa hi, që të vitin 2021, ka thonë, për mu shampon, hard, Washington, nuk ka. Goja ti ka thonë, jo e jemja, ja e kërkujna heq. Ta shtash e thonë që Washingtoni na jem, bon qëtu, po ju o shku vetëm si turist, që shku 10-15 herë. Respekti juj edhe për palë, se shumë pak kur po marë, Pjetri po thëtë e falenderoj, pa kur pa respekte. Une as që din bjenin, as që kom mik, as jaran, Pjetrin që janë Gjermoni, as Rostemin e Madh, as Ylberin, as Benjamin Bokshin, as që di shuminës dhe emnin, as vazën e munës, po janë të respektuar familjarisht dhe janë me rrojnë, ku i kanë rrojnë e patriotizmit. Faleminderit shumë zotëri Sefer. Respekti për stafin e juaj edhe ju si moderator, natën e mirë. Natën e mirë, gjithë mirat për ty. Falenderojmë Seferin nga Peja, vazhdojmë me telefonatën tjetër në pritje, e cila është këtu tash duke na pritur, të shohim se kush po na telefonon dhe se cili do të jetë mendimi i radhës në pritje. Unë do të jem me juve këtu dhe do të pres telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush po na Përshëndetje Karabafrimi. Mirë se vjen zotëri Afrim, përshëndetje dhe juve. Mirë.
Një sugjetë, përshëndetje. I nderuar Pra Afrim, çfarë është tipa? Kurti ndodhet në Amerikë, sa mendoni që do të ndryshojnë raportet mes Kosovës dhe SBA-s? Si sheh raportet që kemi aktualisht, çfarë pritet pas kësaj vizite? Ndryshime e përmirësime më të pas të njëjtën. Po raportet çfarë i ka Kurti me Amerikën nuk dën shumë koment, koraba. Kur kem pas njerëz që s'kan ditë me na udhëheq, e kem pas policinë ndalume speciale me dalë aton, FSK-n, ushtrinë me dalë aton, urën kryesore me veri e kem pas në mbyllën aton, me tani me Kurtin, raportet mira janë cilë 2 ura 3 kur apo ndëgju. Po, Për këtë ura, po. Unë kam qenë Mitrovicë në Sirna, deri për 25 vite, 6 vite, s'kem guzu me kësy kryta nene, s'kem guzu se s'kan ditë me në udheq, politikanë turnë e kanë mund në qofë. Dërsa tash kem shqit për e turnë, kem restoranë turnë të nina, të e ka qenë, ajo është pjesë e Kosovës, gjithë një. Po ka qenë si e ndome e ka qenë. nuk kemi Tani pasur është liri tamam pra për Kosovë. këtaj. Nuk kemi pasur liri televizjes, s'kemi pasur liri të sigurt. Edhe një. Po, dëgjoj, po. Kur i kem pas tjerë që s'kan ditë me në udheq, Vučići lujke ka pak me neve në vetë ke znashti srpski ti. Tash nuk ka me Vetëm Kurtin. Nuk të e mos di sa ti... flasim në gjuhë serbe. Okej, jo, po të gjuhë serbe, unë e di gjuhën serbe e flas kur gjë s'po e ofendoj, as një njeri s'po e ofendoj. Ose djene, kur ka qenë në Amerikën e Sirna, disa serbi janë quë dhe kanë bërë protest kundër Kurtit, kanë thënë me hek Kurtin, se s'po mujmë në Serbia me Kurtin, po i dojmë ata tjetë, këta tjetë janë opozita. Korab, natën e mirë ka Falenderoj lufshin. shumë zotëri Afrim, përshëndesim shumë natën e mirë. E falenderojmë dhe Afrimin dhe të gjithë juve dhe falenderojmë për gjithë juve që qëndroni me neve këtu në DTV Media, kënaqësi e veçantë që jemi bashkë çdo të enjte dhe të shtunë nga ora 22. Mirë mbrëma për ty. Alo, përshëndetje. Mirë mbrëma juve. Ndalja në zërin televizorit, për ndryshe kështu nuk mund të flasim. Vazhdojmë një telefonat tjetër. Miq të mit, jemi të kujdesshëm. Mos ja ngrisni zërin televizorit, mund ta dëgjoni veten tuaj se çfarë keni folur në DTV Media në YouTube. Bëje subscribe. Mirë mbrëma. Alo? Përshëndetje. Edhe ty, kush pra përshëndet? Kush pra në tret? Vazhdojmë me një telefonat tjetër, si duket ka problem me rjetin. Ju lutim të qëndroni aty ku e keni rjetin më të mirë, mirë mbrëma juve, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje Korab, Fadili nga Vështria. Përshëndetje, zotëri Fadil, mirë se na erdhe. Njëse vëzheta, faleminderit për mundësinë. Kënaqësi gjithmonë që ju kemi. Faleminderit. Çfarë mendoni Kurti ndodhet në Amerikë? Sa mendoni që do të ketë ndryshim të raporteve mes Kosovës dhe SBA-s? Sa ka bashkëpunuar gjatë këtyre viteve Albin Kurti me SBA-n? Unë vetëm dhe të them, dikush që nuk e njeh, Brian Mast, i cili është kryetari i Komitetit Dhomëve të Përfaqësuesve për punë të jashtme në Kongresin Amerikan, Po? ku dinaj se me kanë takohet Albini. E ky kongresmen ka bërë kërkesë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë prioritet pranimin e Kosovës në NATO.